عمر موز رفزايمي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Për momentin, umrëgjit të nderuar, jemi të xhamia me dy kible. Do të tash për momentin ne kemi kiblën kështu ka qabja. E çuçi ka marrë emrin me dy kible, muslimanët ju e dini se namazi para se me ardhë Medine është obligu. Një vjet e gjys muslimanët në Mekë dhe një vjet e gjys muslimanët në Medine janë kthi ka Mesjid al-Aqsa, ka Jerusalemi, ku sot bon ato Palestina. Në Palestinë. Do thonë këtë mënyrë janë kthi. Do thonë thuhet që është e kundërta e Qabës. E pejgamberi alayhis salatu wasallam 3 vjet është kthi në këtë mënyrë. Edhe çdo herë zemra e tij ka qenë jo rahat pse është kthi ka Qabja. E ka pas dëshirën të kthehet ka Mesjid al-Haram, ka Qabja, se çatje ka edhe vendlindja. Edhe çdo herë ka pas qëllimin mu kthi ka ajo Qabja. Edhe një ditë për ditëve pejgamberi alayhis salatu wasalam vjen këtu në Medinë, një vjet e gjysmë nën te Benu Seleme, ka pas tezën që këtu është një lagje e ka emrin Benu Seleme. Edhe ka atë tezë e vet, edhe Allahu xhelleshani ja zbret ajetin dhe i thot: "O Muhammed, ktheu ka ajo vendi apo ka ai objekt, ka ajo xhami e cila sa herë ke dashti mu kthi ka ajo." Si vend kible. Edhe pejgamberi alayhis salatu wasalam që është kthi ka Qabje, ka Mesjid al-Aqsaja, i ka fal 2 recate drejt, edhe kur ka dha jeti pastaj u ka kthi ka Qabje edhe janë fal 2 recatet e tjera, recatin e tretë edhe të katërtin, pastaj u ka fal ka Qabja, e për këtë shkak është e ka marrë emrin kjo xhamia me 2 kible. Se është fal një herë, do të thonë me një namaz është fal 2 recate ka xhamia Aqsas, pastaj u ka kthi edhe u ka vazhdu ka Mesjid ka Qabja. Edhe deri ditën e Kiametit ka më mbet Qabja, kiblja i muslimanëve. A kupton? Për këtë shkak do të thonë kjo xhamia e ka emrin xhamia me 2 kible, se këtë vend është ndryshu kibla nga Mesjid al-Aqsaja ka Qabja edhe është bë kible, do të thonë Qabja që ne inshallah me lenin Allah do të shkojmë edhe do ta vizitojmë, edhe atje është ato ritualet, ato obligimet, adhurimet e umrës e kështu me radhë. Do të thonë kjo është pika shkurtër, kush do mu fal, mund të mu fal, kush nuk do, do të thonë ne po presni çuftën e pastaj shkojmë në